Esselamu alaikum. Tregon dhe thot njëri prej hoxhallarëve, të cilët kujdesen për kurset e memorizimit të haditheve të profetit alayhis salam, i thot, vjen njëherë një djalosh 9 vjeçar dhe thot kam dëshirë të mësoj Sahihun e Buhariut dhe Sahihun e Muslimit, që janë 2 librat më të saktë pas Kur'anit. Thot, i thash, shiko, ka kushte para se ta fillosh këtë kurs. Dhe kushti është se ta kesh memorizuar Kur'anin. Tha jam i gatshëm të më bësh provim. Ky djalë thot tani është duke mësuar 2 librat, Sahihun e Buharit dhe Muslimit. Subhanallah, çfarë zelli, çfarë dëshire për dituri, çfarë etje për dituri. Vllai i nderuar, motër e nderuar. Vallë, si është gjendja e të rinjve tanë sot? A nuk vlen ky djalosh që të merret për shembull? Vallë, çfarë mësojnë fëmijët e tu? Unë e këshilloj çdo njërin që të kujdeset për fëmijët, të mundohet t'u mësoj atyre fjalën e Allahut, Kur'anin, dhe të kujdeset të kenë një program edhe për hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Të mësojnë pra krahas diturive që u bëjnë dobi për këtë dynja, mos harrojnë edhe diturinë fetare, e cila u bën dobi për këtë dynja edhe për botën tjetër. Ua mundëson atyre pra që edhe në ato diturit e ndryshme të cilat i bëjnë dobi në këtë dynja, ua mundëson atyre që nëse mësojnë fejnë Allahut lartësuar, të vlej ajo dituri edhe për botën tjetër. Sepse nëse një mjek ose një student i cili studion mjekësinë, do ta njohë Allahun e lartësuar, do të mësoj për botën tjetër, do ta di Kur'anin, ky djalë, ky i ri, kjo e re, do të lexojë dhe do të di se aty në Kur'an Zoti i gjithësisë thot, dhe kush e shpëton një njeri, siç kuptohet prej ajetit, është sikur ka shpëtuar gjithë njerëzimin. Atëherë, këtë mision, mjekësinë pra, ky nuk e konsideron punë, pra që ka këmbim pas saj, por e merr si mision, që thot unë do t'i ndihmoj njerëzit, unë do të mundohem t'i shpëtoj ata dhe shpërblehem tek Allahu i lartësuar sikur kam shpëtuar gjithë njerëzimin, pra nëse shpëtoj një njeri, sikur kam shpëtuar gjithë njerëzimin. Vlla dhe motër, shembujt e atyre që kanë pas zell për të mësuar fenë Allahut të lartësuar janë të shumtë. Për shembull, unë do të përmend njërin prej dietarëve të mëdhej, siç njihet ndryshe, imami i shpjeguesve të Kur'anit, Ibn Jarir at-Taberi, Zoti e mëshiroft. E ka memorizuar Kur'anin në moshën 7 vjeçare dhe ka dalë me pri si imam kur ishte 8 vjeç. Vlla dhe motër, mendo për fëmijët e tu. Le të bëhen ata njerëz të cilët do të jenë dobishëm për vendin tonë, do të jenë dobishëm për vetet e tyre, për familjen, për shoqërinë. Allahu e përmirësoft gjendjen tonë. Amin.